Balanca mes lirisë së shprehjes dhe përgjegjësisë për shpifjen ka mbledhur në një tryezë diskutimi anëtarë të parlamentit, gjykatës, përfaqësues dhe ekspertë të medias. Theksi është vendosur te gjendja aktuale e jurisprudencës në Shqipëri për sa i përket shpifjes, pasi sanksionimi për këtë vepër penale mund të sjellë vetë censurim të gazetarët dhe frikë nga pasojat ligjore. Për ministren e inovacionit, duhet ketë një balancë mes lirisë së shprehjes dhe përgjegjësisë, por zonja Harito vendosi theksin tek një vëmendje më e madhe te legjislacioni dhe praktikat gjyqësore për këto raste. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të flitet këtu dhe për rëndësinë e krijimit të një balance midis lirisë së shprehjes dhe përgjegjësisë që duhet të përmbajë liria e shprehjes. Legjislacioni shqiptar është parafruar me atë evropian në dispozitat ligjore, civile dhe penale për shpifjen, por gjithsesi mbetet ende shumë për të bërë për ta harmonizuar legjislacionin ton me atë evropian dhe për të respektuar të gjitha detyrimet që burojnë nga konventa. Duhet dhe një vëmendje e vazhdueshme e gjyqësorit për të përcjellë një praktikë të saktë dhe të drejtë gjyqësore, ku reflektohen pozicionet dhe interpretimet e gjykatës evropiane të drejtave të njeriut në fushën në fjalë. Për ambasadorin e Bashkimit Evropian, liria e medias është një kusht politik në dialogun me Shqipërinë për integrimin evropian. Ndërsa vlerësoi ligjin e ri për media të miratuar marsin që shkoi, ambasadori deklaroi se ka pasur përmirësime edhe të ligjit për shpifjen, por kërkoi nga parlamenti të përmbush rolin e tij legjislativ dhe të realizojë dekriminalizimin për shpifjen si mas për të realizuar një media sa më të lirë. Ndërkaq eksperti ndërkombëtar Gavin Miller kërkoi që shpifja të hiqet nga kodi penal dhe të jetë vetëm në kodin civil. Gjithashtu e kërkoi nga gjyqtarët që të zbatojnë praktikat më të mira në vendimet e tyre për këtë çështje, pasi për të është e vështirë të ndash opinionin nga deklarata e faktit.